Jemi rikthyer. Atëre të gjithë forcat politike shqiptare të nderuar të shikues kanë dorëzuar listat me kandidat për deputet. Sistemi qesharak i listave, edhe të mbyllura, edhe të hapura, se vetëm në Adeun tonë mund ndodhin listat tilla, edhe të mbyllura preç, edhe të hapura. Dele dash, ka prodhuar hatërmbetje shumëta në të dyja kampet. Më shumë hatërmbetje ka patur të opozita. Dhe kjo është e natyrshme sepse lista e hapur është shumë e vështirë të marrë deputet. Shumë opozita, e kupton. Se tani deputetët e dim që përgjithsisht u i merr Edi Rama. Në minutat e fundit dorëzimit listave pati dhe largime të bujshme, si rasti Dash Sulës, i cili me njëherë kaloi në një lëvizje tjetër. Si quhet kjo, se unë gjithmonë i harroj emrat Shqipëria Bëhet. Shqipëria Bëhet është lëvizja e lapajt dhe ka kaluar direkt aty Dash Sula. Ai do të ishte sot me ne për të thënë një gjë, po më duket se i ka ndodhur dhe ne i japim ato ushtrimet tona një fatkeqësi. Nësa dëgjova unë, më dërgoj një mesazh në cilin kuptova, mund ta kuptoj që diçka do t'i ketë ndodhur. Pra, për diskutuar për këtë çështje, siç u thash, unë kam në studio Arlind Qori, kryetari i Lëvizjes Bashk. Faleminderit. Unë të kam thirrur ty më shumë për të parë, përveç asaj që ke bërë vetë, edhe për të parë, për të na dhënë një fotografi sa do të thjesht të asaj që ka ndodhur te dy partitë e mëdha, te kjo lista të hapura dhe të mbyllura bashkë. Pres Zogaj, Ergyll Smërtiri, Andi Bushati, faleminderit shumë. Faleminderit. Në lidhjen direkte, siç u thash, dashnosura që nuk do të jetë, për arsyet që ju përmenda, do të kemi një lidhje me Roland Bacon dhe Andi Mustafaraj, por ndërkohë në studion 2, barabar me ne, ta prezantoj unë tani, do të jetë zoti Petro Koçi. Zoti Koçi, faleminderit shumë. Mirëmbrëma. Ju tani pas një pjesëmarrje të përjetshme si thua në politikë, epike, do të thosha unë, një nga njerëzit e fortë të kësaj partie, sepse në kohën që unë më kujtohet herët bënja gazetën e tjera, luftoni me, se atëherë edhe kur erdhëm në vitet 90, ne mendonim që me luftë ishte, si në kohën e Enverolës me luftë klasash e gjithë, do me thënë në ra një klasë, erdhi klasa tjetër, dhe prapë bënim luftë në atë kohë, më kujtohet mua, dhe ti ishe te pjesa tjetër. Do me thënë luftës dhe luftojmë, unë me preqin që është ullur këtu, ishim te pjesa këte, ju ishim te pjesa tjetër. Andi Bushati që ishte tani këtu, ishte edhe ky te pjesa, ky kaloi në të dy pjesë, pastaj iku fare. Me vrap iku. Kështu ka ndodhur në këto 35 vjet, mos i mbet, kështu ka ndodhur. Ndarje tillë ka qenë, tani ti pse ike përfundimisht nga aty? Dhe pse nuk vazhdove? Sepse modeli që zgjodhi Rama, unë e kuptova. Titulli që kam vënë unë, nëse më afron regjia, është interesant. Unë e mora nga një kolegja jonë gazetare, a e vendosni shiritin, 2 bunker plot e për plot me kandidat. Ajo kishte bërë, dhe së dhameta, kishte një shkrim shumë të bukur, ku thoshte që 2 bunker janë, bunkeri Bardezi doktorit, sepse ai nuk di ta bëj dhe aq mirë, bunkerin me ngjyra, ndërsa ky tjetri ka bërë bunker, po me ngjyra, siç i bëj ky me shumë ngjyra. Pra, me sa kuptova unë, ai ka futur brenda të rinj shumë, e rregullon partinë kështu, edhe e komandon më mirë, dhe ju linte ju jashtë që të mblidhni vota, sa më shumë dhe t'ja jepni të këtij. Ti pse ike tani? Ti mund të mblidhni aty dhe të ishe, vazhdoni të ishe. Shiko, ne kemi kaluar në parlament një sistem i cili të pakën në këndvështrimin tim duhet korrigjuar sa më shpejt. Sigurisht jo për këto zgjedhje, por për zgjedhjet që vinë. Unë kam folur edhe sot në parlament, lidhur me atë që quhet listat e hapura, ku si pas një mendimi naiv, do të kishte mundësi që populli të zgjedhë deputet. Unë gjykoj që listat e hapura në nivel rajonal, pra jo kombëtar, janë si zgjedhje vendore, domethënë si zgjedhje kryepleqësh, dhe jo zgjedhje deputetësh. Dhe nga ana tjetër... Listat e hapura, thoti? Janë kështu? Të hapurat pra, të hapurat. Flasim për listën e hapur rajonale, jo kombëtare. Po se këto janë të përthjera, të hapura dhe të mbyllura? Mirë më e mbyllura
votohet Dijet tuaj e partia mbyllura. edhe nuk jemi tek ajo pjesë. Qartë. Jemi tek pjesa e re e këtij sistemi, quhet listë e hapur, e cila për mua ka këtë defekt, pra është rajonale, pra nuk është kombëtare, që do të thotë i trajton zgjedhje si zgjedhje vendore, dhe I dashur Koçi, ne do ta vazhdojmë këtë bashkë, por unë do të pyes njëherë kolegët në pak minutat e para, sepse pjesën e parë unë kisha për Velie. Vetëm të them edhe këtë gjë. Ka dhe një defekt që duket si teknik. Pra, ti përveç listës së mbyllur që ka 1/3 e numrit të mandateve të një qarku, te lista e hapur është numri i plot i mandateve. Domthonë Tirana ka 12 veta në listën e mbyllur dhe ka 37 sërish te lista e hapur, që e bën edhe më, po themi, të kompromentuar këtë lloj sistemi. Prandaj them që duhet korrigjuar sa më shpejt, po bëhet fjalë gjithmonë për zgjedhjet që vijnë. Po mirë, kush e miratoi këtë sistem? Jo, do hym, ja të lutem. Kemi një moment tjetër. Po dalin gjithë të larë me këtë. Shiko, kemi një moment që unë do të Po jo, unë jam të gjithë, vëlla, unë jam Petro Koçi. Jo, nuk e Petro, të lutem sepse do të diskutojmë një tjetër. Jo, po të lutem. Kam përshtypjen që vetëm unë e kam ngritur këtë çështje. Po jo, pra se ngatrohemi, Petro. Po pra ne kemi ty përballë tash, si kemi ata që. Po mirë, po mos thuaj të gjithë. Po them për partinë tuaj, nuk e kam me ty personalisht. Po se ka ngritur kush nga partia ime, vetëm unë kam folur për këtë çështje. Po më bravo të qoftë, po. Atëherë më ndihmo, të lutem, hiqeni këtë strishë. Edhe për bravo. Dhe më ndihmoni me fundi i Erion Veliajt. Ju lutem, Bushat. Erion Veliaj mbeti në burg. Unë folëm pjesën e parë me të ftuarit e mi këtu. Në seancat për masën e sigurisë prokurorët paraqitin prova të reja se si Veliaj ka dhënë urdhra nga burgu, të cilat janë zbatuar, këtë dua ta bëj më shumë këtu, janë zbatuar me përpikmëri nga mediat. Urdhra janë nga burgu dhe janë zbatuar nga mediat. Si e komentoni ju këtë gjë? Tani, për hir ne këtu kemi vetëm fjalën e Spakut, s'kemi fakte. Pra, ne nuk dim as ç'urdhër ka dhënë Veliaj. Jo, ende të pasbardhët. Pra, do me thënë, ne mund, kur gjykojmë atë që na thot Spaku, do të gjykojmë ç'ka bërë Veliaj që nga viti 2015 me mediat. Qartë. Dhe nga qelia, besoj, do ketë bërë të njëjtën gjë. Dhe, aq më tepër, po shtuam çmendurin mediatike që ka qenë këto do me thënë edhe e cila dihet që patjetër duhet ketë susën, duhet ta ketë shtyp Veliaj, se media që të hidheshin në fyt pro Spakut, pa pritma si pam që të thonin Spaku ban sigurim, sa Spaku i pa drejt, Spaku s'po bën drejtësi, Spaku fut njerëzit kot në burg pa gjyqje tjere tjere. Pra, pati diçka që vërtet kërciste. Dhe këtu besoj Spaku duhet ketë drejt në ato që përgjimet që pretendon se ka, që sustën e ka shkelur Veliaj. Pretendimi tyre është Bushat që, do me thënë, Spaku ka bërë përgjimin, po pas e ka marrë dhe emisionet, janë përositur, dhe i ka ballafaquar, si tu është, por ne duhet t'i shojmë ato konkretisht, që thatë ju në fillim që t'jemi fair, histori për shkak edhe të qenit kolegë. Mërtir, si e mendon t'i këtë punë për shembull? Shiko, ka një gjë që mua më ndinjon në gjuhën e qeverisë, por edhe të opozitës, kryesisht nga ana qeverisë. Rama ka mashtruar këtë ditë natë ditë publikun, duke thënë që Erion Veliaj është në burg pa gjyq. Dhe kjo është një çmenduri si pa gjyq, nëse kuptoj këtë. Do të thënë, ka pas një gjyq, pra ka një vendim nga prokuroria, vendimin e merr gjykata pra për arrestimin, të cilën miraton gjykata, ka një seancë gjyqësore. Mbetemi vetëm te kjo pyetje që thashun. Ka një seancë gjyqësore që është dënuar dhe pastaj tashmë ka. Po kështu thotë ai, është pa gjyq. Dhe ai ka llafin gjasme që nuk është bërë ai gjyqi tjetër. Po jo pra se ka hall dhe ka sistem drejtësia dhe tashmë kemi 3 hallka që kanë folur për Veliajin. Kemi prokurorin, kemi GKK-n, kemi dhe apelin. Tash unë nuk e di, provat i din ata, por nuk besoj që të treja këto hallka kanë qëllim që të dënojnë Veliajin. E para kjo, e dyta që duhet të themi është që gjatë gjithë kësaj kohe, të dyja palët, si Erion Veliaj, ashtu dhe Sali Berisha kanë shpifur, kanë sulmuar, kanë shantazhuar në mënyrë më abuzive të mundshme ndaj gjyqtarit Engert Pllumbi. Dhe kjo është
e papranueshme për një opozitë, sepse prokuror dhe gjyqtari tjetër. Enger Plumbi është për mua nga gjykatësit më serioz, me integritet që kemi në sistemin gjyqësor. Është i fundit Enger. E filluan me Banin? Banin, prokurorin, këtë Olsin dhe pastaj... Por, të sulmosh Enger Plumbin, i cili ka futur në burg Samir Tahirin, i cili ka dënuar që në 2011 Ermonela Felan, i cili ka çuar 2 a 3 çështje në gjykatë kushtetuese si antikushtetuese ligje, ta sulmosh këto, vetëm se ai ka lënë për Sali Berishën në vendim detyrim paraqitje, kjo tregon që kjo opozit, përballë hallit të Sali Berishës, nuk do t'ja di fare dhe nuk pyet se për kë po shpif dhe se kujt i shërben shpifjet që ajo sjell, se shpifjet që Berisha hedh ndaj Enger Plumbit i shërben vetëm Erion Velis dhe Edi Ramës. Dhe në këtë mes, duke sulmuar gjykatën dhe duke sulmuar aq më tepër një nga gjykatët më të mirë që ka ky sistem, Sali Berisha po i çon ujë në mulli Edi Ramës dhe Erion Velis. Por Berisha nuk ka problem këtë. Ja çon ujë në mulli edhe Velis edhe Ramës, vetëm të nxjerr 2 pika ujë për mullirin e vet i cili s'ka për të funksionuar dhe nuk po funksionon. Kjo për mua është e turpshme për opozitën dhe tregon që vendi s'ka opozitë. Opozita s'ka Sali Ziu nuk është media. Si? Se po flisnim për media, jo për Saliun. Preç. Ajo unë po them. Media janë të vërteta, po Dakor, edhe media patjetër. Jemi okay. Të mbetemi te kjo pikë. Mediat shuan ndarë. Do ikim te nga që unë kisha ose edhe mediat e analistët nga smovat e ju. Preç, ti si... Unë jam dakord se ne kemi... E ke parë këtë strategji sulmuese. Kemi folur. Kemi folur disa herë, por lidhje me provat e reja, po themi provat e reja, ne kemi dëgjuar lajmet e disa korespondentëve që kanë raportuar atje, tek këtu ka rrjedhur ndonjë që po praktikisht provat i ka pa gjyqtari. Dhe unë jam koherent me qëndrimet që mbaj. Unë i besoj sistemit. Qoftë kur sistemi me knaq, ato pritshmëritë e mia, qoftë dhe kur nuk i knaq pritshmëritë e mia, se nuk ka rrugë tjetër. Ne nuk mund të bëjmë as prokurorin e prokurorit, as gjyqtarin e gjyqtarit, ne shohim, bëjmë analizë politike. Pra, unë besoj tek vendimi që ka dhënë gjyqtari, i cili ka vendosur që ai ka marrë në konsiderat provat e vjetra dhe të reja dhe ka marrë vendim që ka marrë. Nga ana tjetër, për te asaj tani që ka të bëjë me drejtësinë, kam qenë shumë i çuditur, me thënë drejtën, se si një person në hetim që është në mas sigurie arrest me burg, arrit të funksionoj si një qendër e madhe mediatike. Nga burgu. Unë nuk i di rregull, ata mund të kenë drejtet e tyre me komunikimin, me përdorimin e mjetëve të komunikimit, nuk e di se në çfarë mas i kanë, por nga ato që raportojnë gazetarët rezulton që është, si më thënë, është menaxhuar një hark mediatik i gjerë në funksion të intimidimit, shantazhimit, të denigrimit të prokurorit, të njërit prokuror, jo të dyve, se kjo është një nga paradokset e sulmeve që ka organizuar dhe ka ndërmarrë Velia, që merret vetëm me njërin, kur akuzën e përfaqësojnë 2 prokurorë. Ajo është konsideruar edhe nga shumë avokatër të shquar si strategji e gabuar, sepse mbrojtja nuk bëhet në atë formë, mbrojtja bëhet në ashtu siç bëhet mbrojtja, duke referuar vetëm faktet e akuzës, jo detaje ose element që kanë bënë me biografinë e prokurorit, sepse ato i ka sqaruar vetingu. Nuk ka, zoti Ylli, në Republikën e Shqipërisë, zyrtar më të kontrolluar, më të filtruar, mirë nga keq, nuk e po le hapur, se sa prokurorët e Spakut dhe gjyqtarët e GKO-s kanë kaluar filtrat e dytë. Okej, të mos mbetemi te ata se kemi diskutuar vazhdimisht. Arlind? Shiko, ajo që ka bërë Erion Velia nga burgu, i ngjan çik asaj që bëjnë kapomafiat kur futen në burg, që megjithëse shkojnë në burg, kur nuk futen në izolim të plot, janë ende në kontroll dhe drejtojnë organizatën mafioze që nga burgu. Edhe ky kontrollon dhe vazhdon të organizojë skuadrën mediatike, politike, kështu me radhë nga burgu. Tani nuk e di nëse në Shqipëri ka ndonjë urdhër gazetarësh apo etik gazetari, por kur ti e mendon që ata që kanë shkruar kundër prokurorëve, plas që shkruajnë si të paguar drejt për drejt, jo që kanë një qëndrim konsekuent kundër prokurorëve dhe kundër gjykatëve, nuk e di si mund ta quajnë veten gazetar. Do të thënë njerëz që futen direkt në rol dhe janë pjesë e strategjisë së propagandës së Erion Veliait. E dyta që dua të theksoj është fakti që vendimi i sotëm ja rrëzon komplet narrativën e Edi Ramës. Çfarë ka thënë Edi Rama deri më sot? Janë 2 vetë, një prokuror dhe një gjykatës që janë berishistë.
Gjithë sistemi ishi mirë, ka thënë ai, po janë dy berishis që janë futur në sistem edhe po na persekutojnë ne. Dhe i kanë rënë pikërisht këtij ata dy. Tani doli një i tretë, më kupton? Tani çfarë do thotë? Është dhe ky berishis do dalë një i katërt, një i pestë, pastaj gjithë berishis kanë kapur spakun. Berisha thotë që ky është ramist. Interesant është fakti që vetë berishistët këta akuzojnë si të majte, si komuniste, lexoja ca të syri, i birja, i nipi, i këtij, ku diun se ç'ligjeni ca origjinë familjare. Kjo tregon që palët në Shqipëri, si PS-ja, si PD-ja, si Edi Rama, si Sali Berisha, kanë dy interesat përbashkët. E para, të bllokojnë institucionet e drejtësisë, që mos u shkojnë t'i trokasin te dera, dhe e dyta të shërbejnë oligarkisë. Kjo shërbimi te oligarkisë bëhet më fshehtas, është në rrogoz, zbërthehet me këto leje ndërtimit që marrin njerëz edhe pranë Sali Berishës, ndërkohë që sulmi ndaj prokurorëve dhe gjykatësve bëhet hapur, bëhet në mediat e tyre. Ti mund të lexosh një portal të Endri Fugës edhe syrin Qimpekës që godasin të njëjtin gjykatës se cili për hesap vetë. Njëri sepse si duar i dha masën e sigurisë me detyrim paraqitje Sali Berishës, tjetri sepse futi përsëri në burg. Është edhe një provë që Spaku është bërë i pavarur, edhe gjyqtarët, një pjesë gjyqtarë. Dakor, Tani. Çfarë do thotë, unë do të them çfarë do thotë Edi Rama tani? U bën 3 berishis, do bëhen 5 berishis, 15 berishis, gjithë Spakun e kap Berisha, çfarë kuptimi? Arlind, nuk kemi me, kjo mund të jetë një temë shumë e gjerë, dhe ne e marrim javën tjetër. Kishe një gjë shumë interesante, qofse vutre, kolegja Grida Duma kishte edhe një shpjegim. Dhe çfarë thoshte? Thoshte që nuk e kam pyetur unë, thoshte, por zyra e shtypit të bashkisë ka komunikuar me redaksin. Prandaj ka dalë dhe emri im dhe emri Top Channel. Tani ka një problem. Zyra e shtypit të bashkisë është zyrë e shtypit që paguhet me taksat tona për t'i shërbyer një të burgosuri, apo zyrë e shtypit e bashkisë e cila duhet flasi për punët e bashkisë. Është e partisë, jo e bashkisë. Atëre, pse shpjegohet kjo? Kjo shpjegohet se Preci bëri përpara një pyetje, jam i çuditur, tha, si ndodhi kjo. Unë s'jam i çuditur fare. Sigurisht. Se janë ato parate mëdha, inceneratorëve të 5D-s. Ndajem Preci ato se ti nuk e di, se ty nuk ka frot njeri për të dhënë. Dhe ato thonë çfarë të duan. Do ta sqaroj, nuk thash jam i çuditur. Jo, po nuk e ka. Jam i çuditur për mekanizmin, drejtësia jonë, domethënë për. Në rregull. Nuk jam i Po ta thotë që për persona që janë në statusin e burgosur si mas arrestit. Në çfarë game komunikimi kanë ata? Janë të burgosur me pasuri maramëndse, që kanë akoma media në kontroll, që kanë gjithashtu lutem sqarohet nëse ke mund të korruptoj dhe këdo në një person i cili është në arrest me burg si mas sigurie. Domethënë komunikon si gjithë të tjerët. Ai nuk është në burg, thot Preci, në këtë rast. Pra, këtë nuk e kam qartun. Se nëse e ka drejtë... Ai nuk është në burg, nuk ta lënë. Se unë kam qenë njëherë 10 orë, vetëm 10 orë kam qenë në komisariat, se kapën për një protestë paleje, nuk ta lënë celularin, më kupton? Me letra mund të komunikon. Me letra, po, dakor. Ky thonë ka shërbur me celularin e Alqi Bllakos dhe me një aty burgosur të tjerë. Edhe ata kanë pasur. Ata burgos, por ja kanë lënë dhe për t'i bërë gropën më keq. Tu është shkelja, ai ka rënë ngras ndoshta, por çdo gjë që lejohet, një i burgos është drejtën e vet ta përdor maksimum. E fundit Bushat lexojnë për të arratisur, po kupton. Ka thënë që ka folë dhe nga komunikimi. Bushat ti lexojnë shkrimet tuaja, ju mendoni që ky është fundi politik i Erion Veliajit? Dhe i braktisur tani nga partia dhe nga lideri. Që ditën që arrestuan është fundi i politik, domethënë. Besoj se ka më të ardhmë ai politik, po kupton. Është kufon politike, po ajo që është e re në këndvështrimin tim është një e para që ndryshe nga ajo javë e parë, Rama ka një lloj distancimi, si thuash, nuk, pra, po të shihni dje nuk ishte asnjë protestues atje. Po të kishe ndryshe nga më parë, nuk ka asnjë deputet socialist që foli para gjyqit pro Erion Velis. Pra, ka një lëshim dhe nga Partia Socialiste, ka hedhur si për dhjam qeni, do me thënë, dhe dyta, në pikpamjen politike, po të shikosh, listat e PS-s janë pastruar nga besnikët e Erion Velis. Po t'i bësh, janë disa emra në listën e hapur Tiranës, po me shanse minimale që të shkojnë kuvend e ardhshëm. Pra, qofse Velia i përveç Ramës në parlamentin e kaluar ishte i vetmi që mund të kishte një grup parlamentar 5-6 veta,
në parlamentin e ardhshëm, Veliaj hiq ndoshta Fatmir Xhafën që mund të futet nga ata, nuk do ketë asnjë deputet tillë. Pra, e ka dënuar përveç drejtësisë dhe partia e tij me vdekje. Dhe këtu, po këtu nuk duhet ngjall polemika, prap kemi dy vija që ecin paralelisht, partia dhe SPAK-u. Jo, shiko, ajo Rama hoqi dorë nga mbrojtja e Veliajës sepse më shkruan një miku i emisionit e juni që kjo që të Bushati me vërtet duket pak sepse Mirëmbrëma thotë Zef Preçi sot në kuvend u miratuan dhe 2 shtyrjet e afateve të komisioneve të posaçëm dhe të disiformimit të Xhafaj Derion Braçës me 73 vota pro, asnjë kundër dhe abstenim. Domethënë shpata e Demokleut rin nga dishmëri mbi SPAK. Jo, ajo çfarë bëri Rama, besojën, Rama bëri gabim trashanik në fillim. I doli mbrojtja Veliajt dhe sulmoi SPAK-un. Dhe për ditë me radhë ai u ekspozua shumë keq. Ai doli shumë dobët dhe gjithë filluan të perceptojnë që ky tashmë e hëngri. Dhe tashmë ai hoqi dorë nga kjo lloj strategjie se kjo do ta çonte në gremin. Se prandaj kanë duar retorik. Problemin në ditë e ardhshme ne do të jemi preç, jo do jemi. Ka pas ai sondazh këtu. Po se na ikëm emisionit. Okej. Se kemi thelbin të unë e futa për shkak që e kisha pjesën e parë. Tani, 2 bunkerët e Ramës dhe Berishës. Po. Çfarë ka bërë Rama me të besuarit e Veliajt në listën e Tiranës? Ku janë ata? I ka fshirë? Kush e ka parë nga ju me imësirë Bushat? Ka në pjesën e listës hapur në Tiranë ka 5-6 veta që njiheshin si mbështetës të Veliajt dhe që ishin dhe deputet në parlamentin që po mbyllet. Por po të shohësh, Partia Socialiste në Tiranë mund shkoj nga 4 në 6-7 deputet që do futen nga listat e hapur. Aty një 3 janë ministra, një është djali Qifes, një është për shembull ministri i Brendshëm, ke Pandi Majkon, ke Fatmir Xhafën, pra nuk ka vend. Dhe në parlamentin e ardhshëm, Rama e ka çrrënjosur atë që quhej si delfini i tij nga Partia Socialiste. Pra, ky është lajmi sot dhe dje do thosha unë, që përveç SPAK-ut dhe GKKK-os, këtë Veliajn e ka goditur edhe partia e vetë tashmë. Prandaj është 2 fish ku. Kalon në zotin Korçi se e lam në mes bisedën, më ndihmon, po, zoti Korçi, shiko tani, që të mos mbetemi penki asaj, listat e hapura, listat e mbyllura, listat shuk. Ta i kanë ndërtuar listat në këtë mënyrë. Sali Berisha dhe Edi Rama e kanë ndërtuar sistemin zgjedhor në këtë mënyrë se cili për interesat e veta, për të mbajtur, për të patur, për të kapur, për të mbajtur partinë. Do me thënë, ne themi Rama dhe ne nënkuptojmë partinë, ne themi Berisha dhe ne nënkuptojmë partinë. Si shtuat për Leninin. Tani, të mos diskutojmë më këtu, që të më thuash mua jo, nëse ti do vijosh të më thuash mua, që lista apo lista mbyllu se kjo ka dhe një defekt tu, ka dhe një defekt atje, i ikim bisedës. Troç muhabetit, listat e Edi Ramës janë berë zotri që edhe ti të mos jesh aty. Ylli e bërë diktator më duket. Po... Diktator tua? Që të them diçka... Po i parezikshëm se s'kam shumë fuqi. Po jo, se po më thua mos thuaj kështu, po thuaj si... Jo, thuaj më thuaj, shiko, unë të këshilloj që të mos bëjmë gabime, kupton se... Po ti thuaj që duash unë për këtë të kanë thirë. Të them diçka për atë që bët deri tani ju një lloj diskutimi për Erion Velia. E para... Unë mendoj që ne duhet jemi fair, do më thënë, okej, dakord, ka një diskutim lidhur me atë që quhet mundësie dikujt që është në mas sigurie, për të komunikuar me mediat, ose me kolegë, ose me bashkëpunëtor, me familjen e tjere tjere. Edhe unë nuk e di se çfarë rregullash ka, me thënë drejtë, që të mbaj një qëndrim. E të them që janë shkelur rregullat apo janë respektuar. Por, nëse ne nisemi nga fakti që ka patur qëndrime mediatike ose opinionistët caktuar, të cilët kanë qenë kritik ndaj asaj që ka ndodhur me Veliajn në marrjen e masës së sigurisë. Por nga ana tjetër, unë mendoj që po aq e pa drejt mund të quhet dhe fakti që Veliajt ose dhe ndonjë tjetër është bërë paraprakisht një gjyq popullor. Domethënë, kanë dalë
në thonjza detaje nga institucioni, i kanë marrë gazetarë të cilët kanë dhe një lloj titulli quhen të spakut ose të GKK-s. E vërtet, po s'po flisim për këtë, po. Jo, vërtet është. e kam fjalën këtu që unë mendoj që të dyja këto duhen vënë në një peshore. Pra, duhet, nëse ka strategji të tilla, pra për ta sulmuar dikë që duhet dënuar, ose për ta mbrojtur dikë që duhet dënuar, atëherë janë dy gjëra. Bëhemi shumë konfuz, jo. Që duan të njëjtin kut. Këtu e kam fjalën. Jo, okej, po unë Tani të vim tek listat. Te listat, jemi te listat tani, se po mbetëm këtu, ikëm pastaj, iku emisioni. Cili është ndryshimi? Unë e thash dhe sot në parlament. Thash, Rama është manjaku i ndryshimit, Saliu është manjaku i prapakthimit. Që do të thot listat, Edi Rama i ka bërë në këndvështrimin e njeriu që është i sigurt që fiton. Po. Që do të thot, sigurisht edhe dimensioni liberal në formimin e listës ekziston, pa diskutim. Po më, dy bunkeri kemi një aty, njeri ishme ngjyra, dakord, më i them fillim ato, mos e thua 100 herë. Kurse pala tjetër, Berisha, ka bërë një listë ku llogaria e vetme është që pas zgjedhjeve të ketë rreth vetes një grup i cili do vazhdoj të mbroj Berishën. Pra, ai ka hallin e vulës akoma, Sali Berisha, vulën e partisë. Nuk ka hallin e fitores së zgjedhjeve. Pra, kemi dy gjëra dhe dy fenomene krejtë ndryshme. Nëse i mendon që nuk fiton edhe, do të është në drejtë ai e di shumë mirë që s'fiton Sali Berisha. Bilioni kam thënë, ti vazhdon dhe punon natë e ditë për Partinë Socialiste. Okej. Sali Berishës. Pra, bushat preç. Jo, vetëm ka një gjë këtu ke zoti Koçi. Më thënë, unë jam dakord me atë, bërnut janë të dy listat aq më keq ajo e Saliut. Po të mos gjesh vend vet te lista e partisë tënde dhe të shash listat e Saliut, kjo nuk më shkon. Ja pra. Se do me thënë, ti vet ke një pak kënaqësi për mënyrën si është bërë loja në PS. Dhe hajde ti bijem Saliut për zgjidh muhabetin. Kjo sikur nuk më ngjit. Diskutimi, një minutë, këtu fol për dy lista. Se nuk u fute titrat aty poshtë janë dy bunker plot e për plot me kandidat. Tani, unë në fillim e nisa me sistemin, dëman, është për mua, është një kriter i papranueshëm që te listat e hapura, për shembull, në Tiranë ke përsëri 37 kandidat, përveç 12 të tjerë. Që do të thotë, kjo do jetë patjetër një listë që ka teprira brenda, kupton? Nuk mund të jetë. Se normalisht duhet ishte 37 minus 12. Zoti Koçi, nuk është ishte numri i kandidatëve në listën e hapur. Bushati dhe unë, po përpiqemi themi një gjë shumë të thjeshtë. Edi Rama, nuk po themi më tani, ata kanë bërë çfarë kanë dashur për interesat e veta. Edi Rama me idenë e fituesit, Sali Berisha me rrulljen për të mbajtur një parti për ta mbajtur. Dhe ati s'ke që i bene, mban tani. Themi ne sa çfarë duash ti, unë, të gjithë, po do të mbaj e mban. Tani jemi në pikë tjetër. Ty dhe shumë njerëz, kontributor të rëndësishëm në Partinë Socialiste. Se gjetë e vëndit. Ai ju ka larguar dhe ka futur e ka mbushur atë pjesën e sigurt e ka mbushur me. Po të kishte dashur. Ylli për këtë kanë folur një 3 ditë për para se të bëheshin listat. Ja kishte bërë vendi, nuk fiton gjë. Se listë e mbyllur sa ka, do me thënë e linte jashtë Petron. Petron dhe shumë të tjerë i ka lënë jashtë. Kam folur dhe kam shkruar për këtë gjë për para se të bëheshin listat. Dhe sigurisht unë kam pasur një këndvështrim timin dhe kam thënë që në listat e reja, pjesa më kualitative e grupit aktual duhet të rikonfirmoj. Tani, unë nuk mund të them që pa tjetër në listat e mbyllura edhe jo në listat e hapura, por pjesa më aktive dhe kjo gjë atëre pse s'ndenje ti për të rikonfirmuar? Konkludohet kollaj, po unë mund t'isha në listat e hapura, nuk është se më ka ndaluar njëri. Po pse nuk shkon? Po e kam, tani unë e kam shpjeguar publikisht atë se nuk e Por e të pyes dhe unë për ta dëgjuar shikuesi im. Po pra, se unë se kuptoj me thënë drejtën, e? Unë mendoj. Ti ke qenë nga njerëzit më të rëndësishëm në Partinë Socialiste. Në kohë, që ke qendruar më fort nga gjithë. Tani ti nuk je. Dhe ke marrë vendimin që ikën, nuk je vetëm ti. Janë shumë njerëz nga kjo parti. Mënyra që ka gjetur Rama është kjo.
Po pra po të dëgjova, të dëgjova. Ty është një gare në listë hapur, duhet të filloj të pakën në një start me kushtet barabartë. Pra nuk fiton. Pra, ti duhet të kesh një zonë të caktuar, Po pra. nga e cila mund të startosh fushatën. Sepse unë mendoj kështu që kandidati për deputet Petro, duhet të ngërë një shtab. të futë dhe tëftuarit, Shtabi nuk mund të jetë privat. jemi okej. Duhet të jetë institucional. Pak fjalë të gjithë për listat. Preq Unë them që për të dy palët. lista dhe mënyra se si janë ndërtuar lista lexojnë objektivin që ka secili prej krerëve. Për gjitha ato E tha Petro, Saliu për të mbajtur partinë, Edi Rama për të fituar. Edi Rama Njeri vështrim, i rëndësishëm. Edi Rama- Dhe duket kështu më së shumti. po për të fituar, po duke kombinuar, domethënë edhe këto deputetet e stazionuar, po them, një pjesë prej tyre, jo pak prej tyre, me një numër të madh trish. Dhe këtu çështja tek lista e Partisë Socialiste mendoj unë është improvizimi i trive përmes aplikimit. Është një gjë që nuk e kam dëgjuar kërkund. Petro është në lidhje, ndoshta mund të na sjellë në një përvojë, por që të zgjidhen kandidat për deputet dhe të futen listë me aplikim, sikur po aplikojnë ku diun për një vend punë, kjo nuk ka rezultat. Kjo tregon edhe një herë se si është tjetërsuar gjithë mënyra e komunikimit dhe e vlerësimit dhe e karrierave politike në një parti, siç është Partia Socialiste në Shqipëri. Gjithnjë mendoj se ka nevojë për përtritje, por trit vijnë gjithmonë ylli përmes aktivitetit politik, jo me aplikim. Kështu që Rama plotëson atë trinitetin e risive që ka sjellë politikën shqiptare, që do t'i ngelin, se nuk ngelin veprat ylli. Veprat i bën gjithë, i bën puna. Qartë. Do i ngelet promovimi i krimit politik, i ngelet regjistri i famshëm i rrethimit zgjedhjeve dhe tani aplikimi. Por ai, siç e tha edhe Petro, ai ka një bindje që do fitojë dhe mund të bëjë dhe ekstravaganca dhe eksperimente kësaj natyre. Që i bëri. Që i bëri. Për tjetër, po ashtu lista, sepse ai ka bërë një mënyrë tjetër, se ta vëmë duke këtë, ndryshe nga Partia Demokratike, në renditje. Ai ka luajtur me, nuk ka treguar kurajo me renditje, sepse shumë deputet me emër i ka qenë tek lista e hapur. Pra, ja u ka dhënë si gratis mandatin e deputetit këtyre që kanë aplikuar dhe janë kualifikuar përmes aplikimit, dhe tani, sepse bendoj unë se Rama ka pas edhe këtë shqetësim, e para të motivoj deputetet me përvojë, që ata të sjellin votat, mos e flen mend. Po pra po, kjo është pozitive. Kjo është shumë pozitive. Pozitive, pra do ta. Dhe të fut ata që do pastaj të rinë që quhen ata janë në autobus, pastaj shef mrapa, nga ana tjetër besoj se unë ka dashur të eliminoj sa të jetë mundur edhe deputet që potencialisht mund të jenë objekti i hetimeve në SPAK, sepse ai ka marrë shumë goditje deri tani. Vim tek shkurtimisht tek lista e Partisë Demokratike, për të jetë arsye, lista dhe mënyra e renditjes lexon, si më thënë, atë objektivin e Saliut, pa sigurinë e tij, domethënë për rezultatin, për të mos thënë se në subkonshin e tij mendon se nuk i fiton zgjedhjet, dhe kjo kush e lexon këtë? E lexon renditja. Domethënë gjithë lista e Berishës është lista që kërkon të rikonfirmojë në kutitë e votimit apo të freskojë, si më thënë, atë timbrin e deputetëve të tij që janë berishis. Pra është berishizmi. Ai kërkon që në këto zgjedhje berishizmi të kalojë të marrë një vull tek kutitë e votimit. Po cili berishizëm? Se duhet ta ndajmë qartë të gjë. Jo berishizmi i dikurshëm që referoi se ishte lider me shpresë se lider i madh, por kishte edhe atëherë kundërshtar. Ky është një berishizëm tjetër tani. Është Berisha, berishizmi i cili është i shpallur dy fish non grata nga dy vende aleate. Pra thua Berisha që do të mbaj partinë. Berishizmi i ri që ka të bëjë me marrëdhënien e tij me drejtsinë, është një person në hetim, i hetuar, është një person që pret të gjykohet, ndërkohë që ka edhe çështje të tjera ku mund të jetë subjekt i hetimit. Është berishizmi që kërkon besnikëri të plotë. Domethënë, më shumë se sa besnikëri. Plot sepse është edhe në hall të madh thoni ju. E di, po është problemi që çfarë llogarie do bësh ju, sepse një parti, çdo parti
Po e thatë, ma nuk do t'i fitoj, nuk i fiton dot, po mban atë pra. Që të gjitha i si merë do, tani nuk e fiton dot, thatë ju. Shiko, partia, po mirë, dakord, po a i ka marrë për sipër, sepse në spaku në marrëdhënie me demokratët, në retorikën që përdor, ka premtuar fitoren. Po ka një gjë që Partia Demokratike, opozita, berishizmi është shumicë në atë parti, sepse edhe degolistët mund t'ishin shumicë kur ishte degoli, por degolizmi ishte pakis në Francë dhe pranaiku. Dhe edhe në Partinë Demokratike, berishizmi është nështë shumicë dhe është shumicë Partinë Demokratike, por është pakicë në Shqipëri dhe në qoftë ti nuk gërsheton pjesën e besnikëve me pjesën e oponenteve, apo që s'janë berishis, nuk janë servit... Nuk fiton, thotë. Nuk janë, si me thënë, persona që kalojnë tërë kohën të lulishta me kokën ngritur lartë të ajo, kati 7, atëre nuk i fiton zgjedhjet. Nuk i fiton. Dhe kjo është lista, askush s'duhet çuditet. Është një gjë që paka shumë e dim. Të them fundit. Tani, që është e pritshme, nuk ka një gjë për të çudit, kush ka pas iluzione, që do ishte ndryshe. Ja, përpara se ty është. Nuk ka qenë. Para se ty Arlindi një sekond. Regjia më përgatit nëse mundesh, se ai bëri dhe harxhoi energjitë shumë të Berisha për primaret. Ja një kandidat nëse mundesh. Nëse mundet regjia Andi Mustafaj, për shembull. Ai si ashtë dhe nuk mund të ishte të... Po në qoftë se mundesh për... Po. Mirë mbrëma, Andi. Mirë mbrëma, zotë Grigori. Kandidat në primare departamenti Brain Gain në Partinë Demokratike. Po. Ti, Andi, more, sa vota more në primare? 440. Po, votat e mjaftueshme që ti ishe një kandidat. Pse nuk jeti? Si pas te tani ati një djali i ri, gjitha që me të gjitha mundësitë për të qenë deputeti i Partisë Demokratike, pse nuk jetin një kandidat? Si e mendove ti tani? Si ra kjo gjithë ti nuk je? Unë njerë nuk jam kandidat, por nuk jam të rejqën nga gara, së të gara kërësimi kemi me regjimin me 11 maj, dhe gara me reformat të ndryshme, angazhimet të ndryshme. Përsa i përket primarët, ti, shiko tani se ti po më flet me një pak të drunjt. Jam okej me këtë. Ti do vazhdosh garën e të gjitha, vazhdon garën, gara është, gjithë jeta është një garë. është një garë, dalim në mëngjes, ecim, shkojmë në punë, garë kemi tërkohën. Hiqe këtë lloj gare. Edhe garë në parti. Asë një garë s'ka në partit. Dhe ti, unë pres nga ty, si i ri, që të më thuar që në këto 35 vjetë, unë e di që jam burë tani i plakur, që nuk ka garë 35 vjetë. Po më the ti, jam në garë, brenda politikës, unë duhet të mbyllim misionin dhe të jam bath, të iki. Po njeriu është garë me vetën, zotë Rakipi. Unë së të gënjej do ty. Po përpoj që të më gënjesh ti mua në këtë moshë që ka garë, vetëm garë s'ka dhe kjo që pam. Tani jam mund të më spjegosh mua, ti zotëri nderuar, pse nuk je ti? Pse si janë listë? Pse si janë listë? Po më lejut, atëherë ka dy çështje të listave, atëherë ta ndajmë pak sepse janë dy çështje të ndryshme. Pjesa e parë çështja e listës së mbyllur, dhe unë nuk e ndaj fare asnjë nga analizat që më mbajtën përpara nga kolegët e tjerë në studio, sepse lista e Partisë Demokratike e mbyllur pati 3 komponentë shumë të rëndësishëm që nëse nuk do ishin, ju do ishit parë personat gazetarë që do e kritikoni shumë atë. Faktori i parë është faktori i bashkimit. Partia Demokratike kur mori vulën rithemelimit, gjithë prishin që ajo të shpërbëhej, të masakroheshin, të hiqeshin të gjithë ato që i dolën kundra rithemelimit, dhe me një forcë madhe partia u bashkua dhe ky bashkim kërkonte që të jepeshin disa lëshime në postet për deputet dhe këto janë bërë pra në këtë listën e mbyllur, janë pjesën e bashkimit. Pjesa e dytë që përsëri nëse s'do ndodhte do kishte pasur një kritik shumë të madhe të gjithë gazetarëve është çështja e aleancave. Partia Demokratike nëse do vinte në zgjedhje pa aleat, do thonin të gjithë që partia nuk je në listën pse nuk je në Jo, po jo shikoj pra arsyeja e listës të mbyllur sepse janë 3 kritere, thash bashkimi, aleancat dhe institucionet. Pra kriteri i dytë është aleancat, ishte detyruar në mënyrë që të mos përsërishin gabimet e 2021. Aleancat që të ishin këta Fatmiri, të mos jesh ti të ishin Fatmiri dhe gjithë ta deputetët e ky për kufizimi i qevendurisë pra në shtatin shtimi Drizi këta. Ti je dakord me këtë? Për kufizimi i qevendurisë, pyetja tjetër. Ti je dakord me këtë sakrifikuar për aleancat? Një sekond, sepse nuk ma la të shpjegoj. Në 2021-shin... Jo, po shpjegove gjatë për aleancat, unë se kam emision për aleancat.
Jo, po ju më shpjegoj pse nuk jam unë në listën e mbyllur, unë po ju shpjegoj. Pjesa e dytë për çështën e aleancës, mos përsërisim gabimet e 2021-shit ku Partia Demokratike shkoi pa aleanca, dhe pjesa e tretë e listën e mbyllur është çështja e respektit për institucionet, që përsëri nëse do ishin personat me poste drejtuese në institucionet e ndryshme të Partisë Demokratike, partia prapë do kritikoj duke thënë që nuk respekton forumet e partisë. Këto tre arsye kryesore bëjnë që unë nuk jam kandidat për deputet në listën e mbyllur. Pra kjo hiku e para. Pjesa e dytë që është pastaj pjesa e listës të hapur. Kur mbyllet një mundësi për që ka qenë një kandidim që ishte imi kandidim për listën e mbyllur, rivlerësohet mënyra e angazhimit, prandaj unë ju thash e fillova nga kjo pikë, rivlerësohet mënyra e angazhimit në përputhje dhe në diskutim me kryetarin, në mënyrë që unë të jem sa më i dobishëm dhe sa më i efektshëm në garën e Partisë Demokratike. Dhe në marrëveshje me te, vlerësuam që unë nuk do kandidoja, por do marr një rol tjetër në fushatën elektorale, ku unë mendoj se do jem më i dobishëm për Partinë Demokratike, dhe kjo është prapë një model tjetër që unë shpresoj të sjell. Garat, thua Andi, po më shpjegon mua tani për garat që ekzistojnë këtu. Unë kam qenë 35 vjet në këtë historinë e pluralizmit shqiptar, afër në për korridore me gjithë politikën shqiptare, ditë të them ta përsërit edhe një herë që fjala gar nuk ekziston. As në parti... Po, unë e kërë garën me vetën, ta kem pasën... Ta mbaroj. As në qeverisje, as kund, dhe për këtë shkak, ne kemi 3-4 njerëz të cilët edhe pas vdekjes do t'jenë në detyrat që kanë. Unë ta them ty këtë nga që je një djalë i ri dhe dua që ti vërtet të mendosh nesër pas nesër që me të rinjtë e tjerë të mendoni të bëni vërtet një garë. Garë nuk ka. A mundet me lejoni të përgjigjem vetëm 30 sekonda për këtë. Gara rreth parë është garë me vetë. Gara rreth parë është garë me vetë, një person se çfarë modeli do të sjellin politikën shqiptare, se çfarë kompromisesh është gati të bëjë dhe se ku duhet shkojë që strategjia e tij të jetë e duhur për të arritur qëllimin e vet. Garë pastaj ka njeriu me militantët e Partisë Demokratike, ne kemi pasur shumë, ndoshta ju nuk e quani garë, por është një mënyrë, një marrëdhënie që ne kemi krijuar dhe një herë. Në atë që kam sjellë në departamentin Bregin në drejtimin e tij, ka një marrëdhënie, pra janë lloje të ndryshme të garave. Ndoshta ajo garë që ju cilësoni që nuk ekziston është gjë tjetër, por paktën gara që të formësohet karakteri i një individi, të formësohet karakteri i një drejtuesi politik, sepse unë në fundit të synoj të jem një drejtues politik, gara të tilla ka. Edhe unë shpresoj të fitoj ato deri në të arrijë në pikën që shpresoj. Unë të falenderoj shumë dhe më pëlqen entuziazmi juaj. Do të më pëlqente shumë që ai të vijej në jetë të gjitha. Faleminderit, ndahemi bashkë, natën e mirë. Faleminderit. Arlind? Tani do të bëj një analizë për ta dy elefantët dhe pastaj do kthehem televizja bashkë si në arsyetimin tim e vetmja parti moderne sot në Shqipëri, në kuptimin e organizimit. Tani e vetmja do thuash ti, po e vetmja ta them, do ta them. Po Gjosh Lapajn, po ai kishte kandiduar, më fal. Kishte kandiduar edhe babai në listë mbyllur në Berat. A mund të filloj me këta të mëdhenjt një herë? Tani ju përmendet pak më herët Majakovski, për Leninin, që thoshte, kur themi Lenini, themi partia. Nuk kuptojmë partia, kur themi partia, nuk kuptojmë. Tani dora në zemër se e njoh historinë. Edi Rama e kontrollon sot PS-n më shumë se ka pas kontrollu Lenini partinë bolshevike. Stalini po, vallaj, ta kontrollon të çik më shumë se Edi Rama, po dora në zemër, hapi librat, sot Edi Rama e kontrollon PS-n më shumë se Lenini ka pas kontrollu bolshevikët. Sepse unë nuk e di në atë parti kush vendos. Se po ta vësh re, gjithë tha që janë për kryesira, asamblera e kështu me radhë, këta janë poshtë listën e hapur. Si këta të kishin drejtë e votës në listë, do i kishin futur veten në listë e mbyllur. Po Edi Rama as do t'ja di fare. Nuk e dia ka statuta, s'ka statuta ajo parti, qa vendos Edi Rama, bëhet. Dhe kjo tregon që ajo parti është një shkretëtir demokratike. Pra është një autoritarizëm, një kthim pas në formën e organizimit partisë që nuk e di çfarë them. E dyta, ajo listë ka sa e sa kandidat që ti mund mos i gjesh në zgjedhje, po do i gjesh në burg. Janë një 10 më shumë aty që mund t'i trokas paku nder, ti thot, hajde këtu ti zonjë ose ti zotri, se ke vjedhur gjysmën e Shqipërisë edhe ke vendin në burg. Nga ana tjetër, kur shkojmë te PD-ja dhe Berisha, sigurisht Berisha është autokrat, por është autokrat me çelësat e kashës, duke mos pas pushtet politik, kjo tregon edhe brishësinë e tij, që duhet fusi listat e mbyllura edhe një parti në zhdukje si ajo i Ilir Metës. Duhet bëj primare dhe pastaj thot analim loje, primaret ishin kot, ju që fituat, vazhdoni, bëni garë me ku diun çfarë, me veten apo me këto tjetër. Dhe imagjino, si dallon PS-ja me PD-n? Ata të PS-s që u ngel hatri thot prapë rroj partia, se thot jepin pushtet mbase fitojmë në një gjë nesër. Ata të PD-s, nga që nuk e projektojnë në të afërt veten pushtet, në orën 11:45 ikin nga partia, kanë 5 oferta, unë gjëja zotin Sulja dje, thamë kanë 5 oferta, thot do zgjedh më të mirën. Kapi gjetë një koalicion nga këta të rinj, tha, do futëm aty brenda. Unë e quaj këtë ylli
PKK, politika e korrupsionit dhe e karagjozllëkut. Po ta them dhe herë, e korrupsionit dhe e karagjozllëkut. Se të kemi merkato politike, si merkatoja futbollistike, ku në momentin e fundit ty ta rrëmben lojtari, se fundja lojtarët para duan, edhe punë e madhe se luajte me Barcelona, me Bayern e Munich, rëndësi ka ta shesësh veten. Kjo është të vësh duar në kokë. Është si ato furgonat e unazës dikur. Edhe një vend se u mbush, vjen, hyp ku duash, zbrit ku duash, të gjithë dalin, bëjnë gallat me veten, me njëri tjetër, me partitë, me idealet. Janë tamam konglomerate, njerëzish janë fund e krye egoist, mendojnë vetëm për veten e tyre, nuk kanë asgjë të përbashkët, asnjë ide, asnjë parim. Të gjithë duan vetëm të bëhen deputet. Madje, edhe ajo që thoshte zoti Koçi pak më herët, që në listën e hapur ka të Tiranës ka 37 vet, ndonse nuk janë 37 vende për deputet, është bërë për këtë gjë, që të shtojnë numrin atyre që luftojnë vetëm për veten e tyre. Mund të ishte edhe 137 në listën e hapur të Tiranës, vetëm që të shtosh numrin e delirantëve, e egoistëve që aman thotë të bëhen deputet me çdo kusht. Graham Greene, kandidati për president të komedianët. Kapi lista dhe 90% e njerëzve aty pyeti, thuaj ore çfarë të bashkon ty me ata të tjerë, asgjë thotë, vetëm dëshira për të bërë deputet, dhe me që të gjithë kemi dëshirën për deputet, kemi vesh një uniform edhe secili lufton për vete. Ta thash pak më herët që nëse ka një parti moderne në Shqipëri sot, është Lëvizja Bashk. Kemi dorëzuar 6 ditë përpara, jo 6 minuta përpara se kanë bërë partitë e tjera. 6 ditë përpara listën me 186 kandidat. Me qira fjalla, 186 keni? 186, asa e kërkon. Pashmë kërkon ligjin, 186. Ju konkuroni në çdo zonë. Në çdo qark patjetër kemi botuar ditë përpara listat e kandidatëve. Nuk keni dhe kot në ca zona. Ori, kandidojmë seriozisht në çdo zonë, dhe po ta them, në qarkun ton më të vogël, që është qarku Kuksit, ne kemi një shkencëtar që udhëheq listën. Po kupton, dhe listën më të mirë të kandidatëve nga pikpamja e shkencëtari po marr vota në Shqipëri. Patjetër që do marr vota dhe shkencëtari në Shqipëri, dhe po të them, në qarkun më të vogël, po t'ju shpjegoj unë listën, kemi njerëzit më të përgatitur. Ua shpjegoj unë listën tonë të Kuksit me 4 vet, do i kishte Zili edhe Tirana. Po do të them çfarë kemi bërë në Lëvizjen Bashk. Prej 2 muajsh kemi shkuar bazë më bazë dhe kemi thënë njerëzve propozoni kandidaturat dhe votoni aty brenda. Dhe Këshilli Koordinues që ka drejtën për t'i vënë vulën ka konfirmuar votimet e bazave. Unë si kryetari i partisë kam thënë publikisht që unë nuk kandidoj pari. Nuk kandidoj pari dhe e kam mbajtur fjalën kundër vullnetit të gjithëve aty brenda. Jam i dyti për Tiranën. Po bajnë vjerin këto ke futur gjeti? Jo, se do ishte karagjozllëk fusja unë maman time apo ku di unë, gruan time, si shbëjnë tjerët. Edhe herë, nuk do jemi pari në listën e Tiranës, do jemi dyti, i pari do tjetë pedagogu dhe inxhinieri Redi Muçi, një nga personat më të aftë në Lëvizjen Bashk, pikërisht për të dhënë sinjalin që këtu gjërat bëhen seriozisht. Redi nuk e kam zgjedhur unë, Redi e ka zgjedhur me votim të fshehtë në Këshillin Koordinues. Po të vinte dashulat e ty do ta pranonja ajo. Shiko, mua më kanë ardhur, më beso, 10 njerëz këto muaj që më kanë thënë, më fut në listë se kam 10.000 vota. Po jo nga këta të famshit, lloj delirantësh nëpër Shqipëri. Më fut në listë dhe gjithë ju kam thënë, mos të shoh afër vetes. Ç'pun ka mund të të fusë në listë ty kur ne dy nuk kemi asgjë të përbashkët. Kur ti e thjesht një feudal. Ka ardhur kanë këta që kanë kaq mi, kaq kështu. Jo, me lek, me vota. Ore hajde këtu se kam kaq mirë. Me vota pra. Mor po pafundësisht, dhe të gjithë ju kam thënë, mor zotri, mua me ty nuk më lidh asgjë. Ti thjesht do të marrësh hua siglin e partisë. Por unë nuk e fliq veten dhe nuk fliqim njëri tjetrin për të dhënë ty siglin e partisë. Kur ne dy nuk na lidh asgjë. Kur ti para se të bëhesh antar i partisë, do të bëhesh deputet i partisë. Të gjitha partitë e tjera këtë punë bëjnë. Në fillim bëhen deputet, pastaj bëhen antar partisë. Një sekond, dëgjoj se ke shumë bukur. Dëgjoj, e kam treguar një këtu. E kam treguar. Po, e kam treguar një në studio këtu. Para di shumë kohësh e kam treguar një miku im në Londër, nga Gramsci, nga Cëriku, shkreti vajti në një deputete, ishin një tjetit. Edhe i tha, unë kam tha, jo në mërtirë, kam tha 320 vota. Kam unë tha. I tha kandidatës për deputete britanikes. 320 vota, tha, dhe ti sjell. Urdhëroi tha, kam vajti bashkë me gruan. 320 vota. Ku i kishte në kasaforte? Nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj, prit, pastaj ndoshta e late për shkak të gjuhës. Prit, nuk e kuptonte. Pastaj tha, jo, shikoj, tha, këtyre ndimtave vetë jepini tha, taku ishte, jepini tha të shporta me këto letrat i kishin këta që shpërndanin dhe t'i hedhin der në der. Bashkë me gruan dhe uniti shkretit, der më der, u bën këmbët fluska.
Ka që kërkoj Britanika, Anglezja nga ky, sepse Logjika feudale. a i tha të dorëzoj votat, po këtu vazhdon kjo, mos e ke gabim ti. Po jo nuk e kanë gabim, Kishe mbledhur disa. Kemi shekullin e 21, mor burr, nuk kemi shekullin 19. Warlind, Nuk kemi as vitet 20. edhe mund të kishe marrë, mos e i kanë. Po jo mor burr, sepse këta që vinë aty nuk kanë asnjë lidhje me mua. Këta të shiten nesër. Gjithë ta që vinë, thonë kam unë kaq vota, ata po u futën partinë tënde, duhet lutesh që mos bëhen deputet. Se po u bën deputet marrin fytyrën, se ata janë në treg mor burr. Gjithë ata që i ti shef në për listat hapur dhe mbyllura janë në treg, janë vetëm individ që do janë të gatshëm të shiten ofruesit më të mirë. O bën një parti moderne, serioze, si Lëvizja Bashk, o bën këtë Karadzios vllëgun e pafundit që shumë peshë, se këta që shkojnë futën e përbishtet e listeve, ato s'kan asnjë vlerë, më bëj japë një peshë më të madhe se sa kanë. Jepë një peshë atyre që i kap, si më thënë, kufiri. Po shko që kanë bërë pra? Aty bëj kanë futur nënat e babat e vjerrat në listën e mbyllur, edhe kanë futur gjithë thjerët listë hapur e thonë hajtë luftojmë gjithë me gjithë. Do të pyesja si e ke parë, si reflektohet elektoralisht domethënë puritanizëm që po thonë respekt, unë sa vota do marrës nëse do kesh një parti shumë të pasur që fiton. Ne nuk marrim vota klienteliste, nuk marrim vota se kapemi të fortë aty dhe ai mori 200 farefiste vetë dhe na votoi ne. Ne si parti moderne do marrim votat e mendoj unë pjesës që kërkon të dalim nga feudalizmi. Jemi mesjet, jemi mesjet. Jo lutem. Ne duhet dalim për te mesjet. Ja, shiko si do të bëjmë, shiko. Po nuk e di sa deputet do marrim. Do të zëresër tjetërën ty, që të përfushat. Bëjmë tani të të japim disa mendime për këtë që ndodhi dje. Po pra është korrupsion Karadzios vllë, ta thash. Do me thënë ti dashin nuk do të pranonje po të vinte. Tallesh jo. Po sigurisht jo, më qa më lidh mua me të, po qa më lidh, nuk më lidh asgjë, si do të pranoja, po qa do bëjmë, do shkojmë plash bashkë, s'ke as një det për bashkët, s'ke të shkuart për bashkët, ke 1001 kritika se kujt ju ka shërbyer më herët, si mund të thuash hajde me mua ti të fusim aty në i cep, vish fanelën e skuadrës tonë, pastaj hiqe fanelën, vish i fanel tjetër edhe herë. Një kandidat. Beri Dashi puthjen e Judës, Dashi kështë një fatjeci, po do t'ja shpjegoj unë sot që puthje e Judës është që ke puthur doktorin për ta shuar dhe vdekjes. Po shmë që Sharake se kaq për... Puthi Juda Krishtin dhe Krishti pastaj e arestuan. Sharake se kaq për burë. Ishte trafia, pra puthja trafis. E do shkoj tek ofertusi më i mirë, edhe ofertusi më i mirë të preta të kravatur. Të dyja janë kandidatë të Tiranës Partisë Demokratike, apo janë mos? Kjo është lista mbyllur. Lista mbyllur. Tani dhe lista mbyllur pushat e Partisë Demokratike si mendon ti? Unë mendoj që të dyja listat... Me Jezu Krishtin lapajnë, krasimi Saliu. Po pra, me Jezu Krishtin pra... Lapajnë. Do da kryzojnë lapajnë, kjo du më thënë nështë... Jo është nuk shkon të si... Fakta i kryzoj doktorin... Shiko, të dyja listat ylli të regojnë kriz partish. Rama është në kriz legitimiteti dhe kërkon t'i vërë këta në luft, fus të rinë, të bëj sparkat mundësisht, të bëj akrobacira që të legjitimohet moralisht në sytë e publikut, për shkak se është i sakatuar nga arrestimet që i janë bërë brenda tij. Kurse Berisha është në krizë mbjetese. Berisha kërkon të qep, të arnoj dhe të prodhoj një listë laramane për shkak të mbjetesë, nevojë që ai ka që të mos lërë pushtet, më thënë partinë mbasi të humb zgjedhjet. Po ka një problem tjetër, te kjo lista e PD-s, ka një gjë tjetër që sharakën këtë mes, më thënë që po të shohësh ajo është lista e valles së Berishës, qofse i shef shumica atyre që ishin atë vallen atje, janë në listë këtu. Dhe Berisha kërkon të ketë gjithë servil, gjithë njerëz që i ka kështu rresht për një, dhe ti fus aty dhe ata që thonë gjithmonë gati, ti ketë si ushtar, kam i kasë dhe kemi, po. Dhe nga ana tjetër, unë a di çfarë, ajo që ja që ta mbaroj. Ja do ndryshi, po do futet Bacon 3-4 minuta se edhe ai diçka ka. Se edhe Partia Demokratike është ndarë në shumë copa, kupton. Lulëzimi ka paraqitur. Nuk i çon dot një gjë deri në fund. Ja, po pra, po ta çoj edhe unë një gjë deri në mes pak. Një sekond. Nëse keni çuar ju një gjë deri në fund, me këto lista dhe doktori dhe ju, unë ngre duar dorëzohem e mbyll fare emisionin. Po unë shoh unë po bëj këtu këtë që keni bërë ju. Ne jemi the day after, Ylli, është mbyllur lista. The day after, dakord? Ta mbaroj të lutem, Ylli. Mbaroj? Dy gjëra desha thojnë te këto listat e Berishës. Ka dy lloj njerëzish që janë përjashtuar nga lista. Njëra parë që janë të kënaqur që Berisha nuk na futi në listë,
të cilët thonë që partia më ka vlerësuar, unë do vazhdoj të bëj garë, unë e mbështes partinë, pra pavarësisht se partia ta fut, partia jote, partia ime tha ai më dënon. Më dënon ta. Dhe këta janë pjesa më e madhe, ashtu. Kurse pjesa tjetër, Po marrëveshje me Saliun që të mos kandidojë atje. jo, nuk e kam personalisht për një, po ka shumë atje, domethënë, cilët nuk janë futur në listë, janë futur disa të tjerë, cilët janë kuthret qameti dhe këta janë të kënaqur sepse ne i shërbejmë partisë dhe partia ka nevojë që të ruaj balancat, kështu që ne sakrifikohemi për partisë. Kjo është një pasën. E dyta, janë këta tjerë që janë të zhgënjur, që për mua këta kanë hak që Saliu i laje jashtë. Dhe s'm vjen keq fare, sepse këta e din shumë mirë kush është Saliu Berisha. Dhe këta shkuan, ja çuan në tav partisë gjithçka Berishës dhe sot thotë që na e futi Berisha. Po pikërisht ai atë ditë bëj, atë ka bërë 35 vite. Pse sot e njohë Berishën ti? Dhe kjo është mungesa thellë sinqeriteti që këta thonë sot tashmë që jo po Berisha s'na vlerësoi, jo Berisha nuk pranon diversitetin, jo po mua më dënojnë sepse unë jam mendim ndryshe se jam i lirë etj. Po kur është pranuar ndonjëherë si diversiteti dhe individualitetin atë parti që të pranohet sot? Kështu që për mua ata e din shumë mirë se ku kanë shkuar, e din shumë mirë se si vepron Berisha, kështu që thjesht ju ra lapsi, ishin ata, domethënë ata kanë besuar që lapsi do i bëj dikujt tjetër dhe jo atyre. Për këtë arsye them që e kanë hak dhe mirë t'ju bëhet gjithë atyre që kanë ngrënë. Zoti Koçi? Shiko, doja të thoja këtë që të gjithë ata që futen në lista, sigurisht që hynë në lista për të bërë deputet. Se të gjëva Arlini që tha, këta të PS-s ta kanë hyrë aty tha 37, bile bëri dhe pikpyetjen pse janë 37, dhe nga ana tjetër vetë ka propozuar në Tiranë 37 e lista hapur. Këta 37 për çfarë janë atë? Janë kështu për të ndenjur kot, apo janë kandidat për deputet? Besoj janë kandidat për deputet. Po se kemi vendosur 37 ligjore, kemi vendosur ju. Kanë vullnetin. Ne i bindemi ligjit se s'kemi ç'bëjmë. Që duan të deputet. Po ju mund ta vendosni 137 pikërisht për bërë. Problemi është tani çfarë cilësi e kanë. A janë cilësi e dur, a janë për të bërë shtet, apo thjesht mendojnë për karrierë personale, apo mendojnë për të zënë një detyrë diku nesër dhe të rëmbejnë në një copë për të bërë të pasur. Kjo është ndofta gjëja më themelore. Po nuk mund të paragjykosh individët pse janë në 37 që në një partije, duke menduar që 37 jote është më e mira. 37 jote është më e mira pa pikë diskutimi, se po deshe i hym emër për emër dhe të paktën nuk janë pjesë e një partie funde kryet korruptuar. Sa ata që thonë aman futem në një parti që ka vjedhur për 12 vjet rresht. Nuk e besoj. Nuk kam arsye pse. Zoti Koçi, ti do vazhdosh t'jesh lista e Partisë Socialiste. Rolin kryesor e kanë luajtur përgjegjësit politik të qarqeve. Unë mendoj që aty në ato lista mund të ketë individ që Rama mund të se njofi dhe drejt për drejt. Pra është komplet një teori koti kjo që këtu i cakton të gjithë Edi Rama. Sigurisht Edi Rama e ka për detyrë që të ndërhyjë për ndonjë rast i cili duhet korrigjuar, por përgjegjësia kryesore ka qenë edhe ka mbetur deri në fund e përgjegjësve politik të qarqeve. A ka votuar në një institucion, një pyetje, a ka votuar në një institucion brenda PS-s? Se gjithë tjetër ti se me këto qëto Jo, ato i voton kryesia. Mua më zhbush shumë mendja që ta do fitojnë gjithmonë. Se ky e mbron e dramën tani më shumë se që mbron e drama veten, ndërkohë që tashi ikën me vrap dhe idhet te partia e Lapis. Ylli, institucioni që vendos është kryesia e partisë. Aty votohet, është me statut. Po më po. Edhe te doktori kryesia ka vendosur. Shumica e kryesisë ka vendosur që të rrezikojë veten në listën e hapur, apo jo? Shumica partia ime më dënon pra A ka vendosur. Zoti Koçi, ju do të vijoni dhe çan listën e mbyllur. Ju do të vijoni të keni gjithë ato kontribute në Partinë Socialiste? Pa diskutim. Unë do të jem pjesë e fushatës, sepse unë jam larguar nga mundësia për të kandiduar me vullnetin tim. Me këto që po më thua, ju kur nuk i keni nga pushteti. Sepse, e para njerë, unë thash, në parim jam kundër këtij lloji sistemi. Për mua, nëse do ketë lista të qartë e kuptova. Letë bëhen në nivel kombëtar. Po me këto që më thua mua ti, ju s'keni përcikur kur nga pushteti, më e ndershme është se ju luftoni edhe kur ju largojnë. Sistemi më i ndershëm është majoritari, ai që kemi patur, 100+40. Ai është. Për mua. Kjo është më e ndeshme, dhe betejën ti e ke me kundërshtarin. Kjo ka qenë në vitin 96. Bëjmë pazar me njëri tjetrin, kjo është. Në 2005. Dy partitë mëdha. Në 2005 ka qenë kjo dhe
Kjo është pazar i Sali Berishës dhe i Edi Ramës. Ti se thua këtë, duhet të themi vetëm me këtu. Unë kam votuar kundër ndryshimeve kushtetuse në 2008, po ti se mban mend. Dhe të nesmen jam larguar nga grupi parlamentar. Kështu që kot ma tregon mua këtë mësim. Këtë mësim unë e kam ditur përpara se të ndodhte gjë. Po e ke ngrënë për vete. Domethënë një mësim që ti e ngre vetë tani. Jo, unë nuk e kam votuar. Kjo është si komunistët pasaj. E ngre vetë më vlla. Nuk e kam votuar atë kushtetut. Por e pas kësaj nuk e ke votuar, po e ngre nga tjerë, ta futën shokët. Dhe ti thua tani do të gjallë dekur do e luftosh për partinë. Unë edhe atëherë jam larguar vetë. Edhe Dakord. kam qenë kundër atyre ndryshimeve. Tani koha ka sjellë të tjera sfida, të tjera problematika. Kështu që kjo është një... Problemi është se sfidat tjera, po sfidat e tjera, ne i përgjigjem me problemet tjera. Domethënë, kjo listë që është bërë tashmë, që s'është as e hapur as e mbyllur, është listë hibrid. Është lista më idiote, pra ky model është më idiote që mund të ketë pas ndonjëherë ky vend. Domethënë, dhe pse bëhet kjo? Dhe duhet ta themi, këtë bëhet që t'ia fusin partive të reja, se s'ka asnjë arsye pse tjetë ky kod elektoral. Këtë ka bërë Rama e Berisha për t'i rënë të rinjve, sepse e kuptojnë që janë kërcënuar. Shumicën e mëkateve ja vesh politikës. Edhe kur nuk... Jo politikës, jo, Rama dhe Berisha ka emër, nuk është politika është diçka abstrakte. Ka emra kush i bën këto. Politika është konkrete, ky sistemi është konkret. Këto listat po pra, po kush e bën sistemin? Pedro, nuk kemi qenë njërë bashkë në intervistë. Dua të bëj një pyetje shumë të hapur. Kjo lista e hapur do t'i bëj varin e ri moral politikës, keni për ta parë. Po që do t'i bëjmë ata kanë, shiko, problemi e se ata nuk e kanë të hapur, e kanë gjysmë të hapur, dhe kjo gjysmë të hapur është më keq. Gjysmë hapur ai të monifikon ata. Gjitha e mbyllur se sa kështu. Që duket është lista e hapur, ke për ta parë. Po të një treta. Për të gjitha partit, edhe te partia e Arlindit që mendon se... Po kjo listë qa bën. Rama dhe Berisha mbrojnë gardën e tyre, edhe pastaj i lën tjera të përplasen me njëri tjetrin. Lista e hapur punon për listën e mbyllur. Po pra, ata janë iluzionin që ata punojnë për vete. Debate, me iluzionin që punojnë për vete. Jo, lista e hapur, që ta bëjmë qartë, se lista e hapur, zotë Ylli, punon për listën e mbyllur. Lista e mbyllur janë patricët të cilët janë mbrojtur në këtë ligjin e ri edhe nga mundësia që të njohin peshën e tyne. Si që ka qenë para 4 vjeç, edhe kreu i listës votoj. Preç, pse donin partit e vogla pa tjetër listat hapura? Pse donin partit e vogla pa tjetër listat hapura? Sepse duan që ata 186 të punojnë për një prapanicë kryetari për ta bërë deputet. Kaq. Është i njëjti moral. Edhe kot çesi moral partit e vogla. Është e kundër dhe jo më kur. Është e kundër. Politika partitë më dha në listat hapura një parti mund të marrë më shumë se deputet. E tyre shpesh herë të kompromentuar. Petro, partitë e vogla i donin listat e hapura për propanicat e kryetarëve. Nuk mund të jo ngresh për demokraci. A ka mundësi? Një sekond, Ylli, Petro, nuk mund ngresh mbi një situatë hipotetike një përfundim, sepse ne nuk e dim se nëse do hapëshin listat, do ndryshon të gjithë konfigurimi i skenës. Ajo e vogla mund bëhet më e madhe nga lista, por partitë e vogla janë dënuar pikërisht nga që listat nuk hapen. Sepse askush s'ka interes. Jemi Ndër tjera, po them. Po jo me ke gabim se është i njëjti mekanizëm. Jo, Pedro. Po pse më, o Pedro, nëse është kështu o vlla, pse i bën listat kështu këto? Lere, se po nuk kemi thirrur Petron për ta gjykuar. Sepse ç'a ndodh? Të dy këta që kanë miratuar. Po jo, se nuk kemi thirrur. Jo, okay, dakor, më që u hapsi debatin se kam me faktorë të tjerë. Se nuk e ka bërë Petro këtë. Dhe disa faktorë të tjerë që më thanë mua duhet të vim dhe nuk më paraqitën tani, nuk e di pse. Petro ne thirrëm jo për ta gjykuar. Lista e hapur. Petro është me vetë. Jo, Por Petro si të gjithë Partia Socialiste pjesa dërmuese, jep jetën për partinë vëlla, se aty do jetë. Një më mirë, dakor. Ndryshe nga Dashi që iku prapë Ylli. Unë ja përgjigje kësaj pse u bë lista e hapur. Sepse e di pse u bë kjo. Nuk u bë e hapur më Petro, u bë. Si e modës, pa aq sa u bë e hapur. Po pikërisht prapë, aq sa u bë. Është e pa drejtë, mos e ti disa i fut i mbron, disa i lë. Po të ishte e gjitha hapur, do ishte edhe më 4 orë po të them, po shqyr që mbeti me kaq. Po më mirë, më po është më ndershëm. Jo, lista Pedro, jemi okay. U bë si e modës, sigur me Demek do t'i zgjidhte populli deputetë. Një pyetje, Petro, se do kemi një lidhje me... Dhe një gjë tjetër të modës. Petro. E mbani mend modën
e zgjedhjes me një antar një voto, po jo. Problemi i para 2 vitesh, ose i para 10 vite. Ne tani është këtë sistem që kemi si po e vën jetë partit. Pra, kemi një ngjarje krejt tjetër, thot Bushati. Sistemi listave ka që nga viti 2008 që diskutohet. Dhe deri te ndryshimet e fundit. Dhe deri te ndryshimet e fundit. Dhe kjo është bërë me qëllim të caktuar për të siguruar përjetësinë e shokut Sali Berisha, e shokut Edi Rama, e me radhë. Edhe për të marrë ata që mori doktori aleatët, i vuri aty e gjithë pure tyre. Kjo është politika shqiptare. Ti, i nderuar zotri, pyetje fundit që të bëjun ty, do vijosh të punosh për partinë. Po pse për Saliun do punojun, po unë patjetër për Po jo Partinë mund ta Socialiste fare, do po për punoj. Saliun s'punon kurti. Unë jam themeluesi i Partisë Socialiste. Jam i Pa qartë. dyshim që do punoj për Partinë Socialiste. S'do punoj as për Saliun, as për Arlindin, as për Lapajn, pa diskutim. Natyrisht. Se për këtë do punoj. Jo, pikrisht për këtë shkak thashun ju do fitoni. Unë mendoj që ky sistem duhet korrigjuar. Zoti Petro. Unë Për mendoj këtë shkak që ju ky do sistem fitoni. duhet korrigjuar. Sepse ndryshe nga Dashi që u vrapoi u hodhte lape, ju qëndroni aty. Partia ime më dënon, thoni. A mund të them vetëm diçka? Jo, s'ka lidhje me dënimin kjo, nuk ka lidhje me dënimin. Jo, më largon. Ka zgjedh vete, me hyrë në zgjedhje. Jo, atë që Ka zgjedh vete, ka zgjedh vete, mos jesh në listat e hapura. Unë mund isha në listën e hapur. Po sikur ti ishe në listat e mbyllura do vinje, zoti Petro. Vete vrau vetën. Një minutë. E çu. Po sikur ti ishe në listat e mbyllura do vinje. Po ka Mirë, shumë se deputet kjo socialistë. është pyetje që s'meriton përgjigje, se përgjigja dihet. Por normale. Është vetëm ky ka Një normale që do vinje. Kjo ti do të komplementosh atë që thash unë deri tani me këtë që më pyet. Po, unë pyetjet kam. Tani dhe një herë. Nëse ti, unë pyetjet kam, nëse ti do ishe në listën e mbyllur, ti do shkoje. Në listën e hapur ti nuk shkon. Dëgjoj, unë në këtë parlament kam qenë parlamentar më i zoti se sa 3 herë të tjera që jam Jo, zgjedhur. po thua gjëra tjera dhe unë jam dakord me këtë. Ashtu. Jemi dakord. Dhe unë Nuk e mendoja kundërshton njeri këtë. Unë mendoja dhe mendoj akoma që do t'i jepja pa diskutim shumë më tepër se ca të tjerë që mund të hyjnë në parlament edhe në parlamentin e ardhshëm, Partia Socialiste. Por kjo është një komplet çështje tjetër. Që do të thotë në fundit këto janë edhe çështje të një karriere personale ose jo. Ka interesa që janë përtej personales dhe unë gjykoj që këtu idealist që janë kështu nga këta të kulluarit nuk ka. Problemi është që a jemi në gjendje që të harmonizojmë interesin personal me atë publik, apo jo? Kaq. Është shumë e thjeshtë. Ky është idealisti i sotëm. Unë të falenderoj shumë që ndihmove emisionin tonë për mënyrën e sotme. Mirë do ishte të isha aty se kështu është më e vështirë, më thonë. Jo, njëjta gjë, ti nesër unë do t'jap kasetën që ti ke folur shumë nga gjithta. Po jo, s'ka lidhje me... Po jo, je më do t'jap kasetën o zotri dhe ke folur më shumë. Po jo, po këtu, nëse s'kemi grusht. Jo, je më integruar në bisedë kur je afër. Unë të lash hapësirë më shumë se të tjerët për të gjithë arsyet. Sigurisht që më duhesh një dhe mua. Për të thënë që... Je diktator liberal. Diktator liberal. Po, jesh gjë e mirë, ore, me këta diktatori qojmë tu. Unë gjë nga mirë shumë. Faleminderit shumë, do shihemi përsëri. Natën e mirë. Atëre, të nderuar kolegë dhe zoti Qori tani të shtrojmë dhe një pyetje të fundit të muna. I Rolandin që po të pyet. Si bëhet vendit me këto deputet që do dalin tani? Po ti ai thot, mua më thon kolegët e mi që ti nuk del më valla. I ka një orë që ka dalë. Ore ti Ka një orë që u shfaq aty. Ore ai ka e pash njerë në fakt doli njerë. Tani doli dhe Po më ju... po jo më ja shiko. Si e vetë... Jepja më valla. Jepja të shikoj. Në fund, shikoj lexo pjesën e fundit. Po të lutem shumë. Atëre, është gati thot, po pret. po lexo pak përpara pra. Poshtë më poshtë. Jo, më çfarë të Po bën shaka tani ti? Gati po pret. Ore ta dhe ti. Po ti fillo i dashur. Po qatë... Bën sigurisht. Po shëndetje njerë, Ylli... Tani ky thot të kundër me kësa që shto. Se unë do të apotoj nga inati. Se në këto ore ben këtë gjë. Hajde. Vazhdo. Mos e largo pra. Po. Ti që mendon tani? Ju bët lista partia juaj? Partia juaj a bëri lista o zotri? Ylli, Po.
në mbrëma njerë, unë nuk jam në parti. Unë jam të regjur që në datën 11 qershor, në momentin kur gjykata bulën e kaloi zoti Berisha. Nuk kam qenë unë të Alibeu. Thjesht i kam mbështetur që ata ta bënin një parti me qëllim që të krijojë një fluks i ri opozitar, por nuk kam qenë pjesë e asnjë partie. Ti u ktheve në botën tënde, në botën tonë. Ku ke qenë në fillim me median me këto? Jo, i qëndrova premtimit që kur gazetarët më pyesnin nëse gjykata vulën logon legitimitetin e heq nga ju dhe e kalonte Berisha, çfarë do të bësh? I thash që unë do të qëndroj te Partia Demokratike, por nuk do të jem aktiv në atë parti, pra që posa të jetë Berisha në krye të saj. Edhe kështu që këto zgjedhje do t'i shoh nga divani dhe do jem aty në studio tek televizioni juaj. Do të marrim të stresim ne pa diskutim. Tani ç'mendon ti për këtë? Ja dashi i iku. Se kështu keni ikur gjithë ore, ik njeri ande, tani iku dhe dashi. Shpërndan gjithë, se do jemi dhe pak në një, jemi fare pak minuta, sepse do jemi në një lidhje me për një problem tjetër të rëndësishëm që është se ka zbritur dhe djali Trumpit në Serbi. Po. Ajo që do të them unë është kjo që si Rama dhe Berisha, me këto lista që paraqiten, kuptohet që ata shfrytëzojnë dobësitë e bashkëpunëtorëve të tyre dhe këto dobësi ju japin fuqinë atyre. Pra, gjithë fuqinë e tyre këta dobësinë e mbështesin gjithë fuqinë e tyre mbështesin te dobësia e bashkëpunëtorëve të tyre. I kanë studiuar shumë mirë si Rama dhe Berisha, po Berisha edhe më shumë. Nëse Rama ka bërë një listë të cilën është munduar që të japi gjakun e ri partisë, Berisha ka bërë një listë besnikësh ashtu siç e thatë ju, sepse kriteret e vlerësimit të Berishës për këta kandidat që ka vendosur në listë na bëjnë dhe ne të kuptojmë çfarë objektivi politik ka Berisha në këto zgjedhje. Dhe me atë që kemi për Edi Ramën tani ç'mendon se për Berishën unë e di çam për Berishën pak a shumë e di ç'a mendon ti për Edi Ramën, listën e Edi Ramës. Edi Rama është i qartë, Edi Rama e di që e ka të sigurt fitoren, e ka të lehtë fitoren dhe me këtë rast po bën ato arronxhime dhe ti të perspektivës, duke hequr gjithë ata të cilët mendojnë që nuk i ka besnik, apo ata një pjesë e mirë e tyre që kanë probleme me drejtësinë, siç ka futur në listë edhe disa të tjerë që kanë probleme me drejtësinë. Gjithsesi ajo që duhet të them si për Ramën dhe për Berishën është kjo që asnjëri nuk niset nga kriteret universale të vlerësimit të një deputeti, në rastin konkret, të një konkurrenti. Që ato për shembull gjejtëm i shëruara janë si te Andi Mustafaj, ashtu dhe te Arlin Qori, ashtu dhe te disa kandidatë të tjerë. Ato janë etosi, patosi, logosi. Këto kanë kritere tribale në vlerësimin e kandidatëve. Këta kanë kriterin e besnikërisë ndaj kryetarit. Kështu që si Rama dhe Berisha janë kujdesur, do të thënë që të garantojnë pozitat e tyre me këto lista. Po Berisha për shembull ka edhe diçka tjetër që e ka përcjell Ramën, se unë mendoj që Berisha është truri i Ramës në fakt. Se këtë sistem janë javën e ardhshme do jemi bashkë në studio. Ta mbyll me një fjali duhet. Me një fjali po. Ashtu. Berisha preferon më mirë që ta duan, por preferon dhe ata që e respektojnë. Por më mirë ta duan se sa të respektojnë dhe mbi të gjitha ata që respektojnë nga frika pastaj i përzë fare. Ndërsa tek rasti Andi Mustafajt është e qartë fare, besnika i tremet pathosit që ka Andi Mustafaj dhe të rinj të tillë, të cilët nëse dhe i shikon si një mundësi që mund t'i rrezikojnë vendin e pasardhësit që do të vlerë Berisha, prandaj ata i mban larg nga pushteti, sepse ata janë idealistë. Faleminderit natë e mirë, do të shifemi shpejt. Faleminderit dhe ju. Ushat ti Step Gjere për listat. Ke një kam pa tjetër, do me thënë qoftë se do i bie shkurt fare, kemi dy karakteristika të listave. Berisha ka bërë një list prej humsi, pra njeriu që e di që nuk do jetë fitimtar në datë 11 dhe kur përgatitesh për opozit, kriteri i parë që duhet në listë ndaj një regjimi është besnikëria. Pra po të shofësh ajo është një listë besnikës. Aty Saliu e di që ata që do i rinë në opozit në ardhshme nuk do i hapin probleme ato frikrat që ka ai në partinë e vet. Rama është munduar të ketë një fasadë ndryshimit. 25 deputet nuk janë më nga ata që ishin të vjetrit.
dhe shumë të tjerë do ikin nga ata që janë në listat e hapura. Por kush është problemi? Por karta prapë thotë Roftë Rama. Por, pse i duhet Ramës ndryshimi? Ndryshimi i duhet jo se do marri vota me fytyra të reja, po i duhet një lloj ndryshimi për të fshehur faktorët real që do vendosin këto zgjedhje. Pra, me maskën e asaj gjuzit që ka vënë në listë mbyllur në Tiranë, shihen përfaqësuesit e bandave që janë në lista, mediat që i ka kap gjitha përfyti dhe do jenë borit e tij për fushat dhe parat që do i marri pafundësisht nga oligarkët që kanë mbajtur prej 12 vitesh në tavë. Në këtë kuptim, ata janë vetëm fasada e ngjëje që të gjithë e dinë, por ne nuk e shohim në vitrinë. Këto janë pak a shumë. Po, vetëm 30 sekonda dhe ndërkohë më kontrolloni nëse Shkëlzen Gashi është në lidhje me ne. Nuk ka dallim në karakter midis PS-s dhe PD-s, sepse duket nga njerëz që këta PS-s janë fanatik, janë pazhdaran që thonë gjithmonë rroft partia. Jo, këta janë thjesht oportunist. Oportunist një partie që projektohet në pushtet. Ndërkohë që ata të PD-s janë oportunist një partie që projektohet në opozitë. Dhe varkën e opozitës ti e braktis Mokollaj. Këta tjerët që kanë ngelur jashtë, që vazhdojnë të thonë rroft partia, pse bëjnë këtë gjë? Sepse sigurisht ata mendojnë më mirë shumë se pak, por nga ana tjetër më mirë pak se asgjë. Sepse ata njerëz që kanë ngel jashtë listave, që thonë të rroj partia, do vazhdojnë të vjedhin e gjë të vogël, do vazhdojnë të emërojnë familjarët e tyre në poste shtetërore, do vazhdojnë të fitojnë privilegje. Pra këta nuk janë fanatik, më nuk janë idealist. Këta janë kokrat e oportunistëve, kokrat e çfarë themre batakçive të vegjël politik, që në fund fare thonë partia ime do mundsoj të prashis, të vjedh diçka, të kap diçka nga ky shtet, të rregulloj kalamajt në punë, të rregulloj ku diun, komshit në punë. Pra nuk është se këtu ka fanatizëm politik, këtu ka thjesht kalkulim të njerëzve që nuk kanë pikën e parimit politik. Dhe po ja them edhe një herë, nuk ka parti moderne në botë që të mos ketë një minimum parimësie, një minimum ideali. Vetëm këtu te ne, partit janë kështu më të si organizatat më të rëndomta të biznesit, një lloj ortakërie. Tani është shumë e çuditshme do të citoj një konservator të vjetër Edmund Burkun, edhe i thoshte për shtetin, thoshte shteti nuk është ortakëri piperi. Po është një lloj pakti thot midis atyre që sjetojnë më, atyre që rrojnë tani dhe atyre që s'kan lindur akoma, më kupton? Edhe shumë. Po. Unë i vlerësoj, megjithëse nuk më pëlqen, po i vlerësoj klasikët. Ose mua më pëlqen. Dakor. Dhe më pëlqen që Dhe kjo gjë ka të bëjë me partitë, po partia nuk është thjesht ortakëri piperit, fitojmë në gjë tani për tani. Është një lloj pakti edhe të atyre që nuk jetojnë më, që kanë pas aspirata për këtë vend, dhe atyre që s'kan lindur akoma, po duan të jetojnë në një vend më të mirë, dhe sigurisht këtyre njerëzve sot që duan po ashtu të marrin atë që meritojnë më burë dhe të vlerësojnë sipas të drejtës. Nuk e kemi në lidhje Gashin, sepse ka shkuar shumë vonë, Shkëlzen Gashin, por ne do ta ruajmë, keni edhe në një minutë për ndoshta për këtë dhe për ta mbyllur. Ka një dallim që sepse do ta kemi në javën e ardhshme, besoj, sepse siç e theksuam, djali i Donald Trumpit ka zbritur për biznes në Beograd dhe base janë daullet mira këto buzhat për Vučićin. Për Vučićin se për ne çfarë? Për Vučićin dhe për Kosovën mund të jenë probleme të mëdha, e kupton se ai mund të thotë. Po këtë do thosh. Kur është bërë kjo pavarësia në 99? Kse jemi rrëpsh? Jemi shqetësuar një fitore eventuale për herë të katërt e Edi Ramës. Do ishte një goditje shumë e rëndë për opozitën po, për në tërësi për ëndrën e rotacionit, që është ëndrën përgjithësi e shumicës njerëzve për sjellë impulse. Dhe kjo bën me përgjithësi, do bëjmë me përgjithësi ata që kanë marrë për sipër ta sfidojnë Edi Ramën, sepse dikush e ka marrë për sipër. E thashë në fillim që fatkeqësisht berishizmi është shumicë në PD, po është pakicë në Shqipëri dhe këtu duhet të reflektojë thellë opozita për ndërtu alternativen. Qose do qëndrosh domethënë tek parimi besnikërisë që u përmend këtu disa herë nuk kemi. E fundi që do thosha, nuk duhet ta lëm jashtë publikun nga gjithë ky diskutim që zhvillojmë, nëse shumica këtu voton listat e mbyllura, atëherë këtu ka një problem edhe të publikut. Sepse shikojmë që vërtet ka
ku do diskutime, telefonata, sondazhe që janë kundër listave të mbyllura, janë për hapjen e listave, janë për sistem elektoral majoritar, janë për një sistem ku deputeti njihet nga qytetarë. Sot në Shqipëri, dhe ka vite, jo sot, që në 2009, askush nuk e njeh deputetin e vetë. Ne jemi një vend ku zgjedhësit nuk kanë deputet. Dhe është një falsitet, gjithë kjo që diskutojmë fund herës. Sepse këtu është një grup deputetësh. Mirë po i themi një shprehje ne nga zonat tona ylle, që ku ka gra shumë, ngel boljera pa e mbushur. Qose një qarë ka 10 deputet, ato janë deputet të askujt në fakt, sepse askush nuk njësohet me ta. Kështu që nga kjo pikë pamje, unë i mësoj edhe kësaj duhet i mësoj që publiku nuk do të jetë pasiv në këtë diskutim, nuk duhet vetëm të flasë dhe të mos veprojë. Veprimi i publikut në të rast është gjithmonë vota. Pushat nuk kuptova një gjë fare në gjithë të historitë për ta para mbylljes. E kuptoj këtë që ka bërë listë me Besnik, Sali Berisha e gjitha, po këta aleatët, pse i duen këta? Dhe çfarë japin? Për imazh? Po edhe japin. Unë besoj se japin e gjë të madhe në imazh, por për shembull nga ana numerike, po ta shofësh, opozita ka humbur rreth 8 mandate për 15 vota, për 100 vota, për 150 vota zgjedhjet e kaluara. Pra, thesi opozitës do ishte shumë më i madh me deputet për pako gjë. Po ja heqin këta tani. Kjo nuk Agroni, Lapja, ky heq, Goxha nga 2 palët. Thesi madh, e mban mend atyre që e shanim Saliun kur e nxori Bashën me 10 vota, që mori dhe Hysni Milloshin të koalicioni vetë. Me mori dhe. Dhe ngeli puna me 10 vota, pavarësisht se pastaj fshihej. Kjo mund vlej Andi, nëse më lejon. Kjo mund vlej nëse rezultati mund të jetë i ngushtë. Po këto rezultat që është këtu aleatës s'kanë çngren hiç. Mua më duket se ai e bën këto vetëm për treguar që shiko, un jam opozita, se un kam koalicionin më të madh. Se Berisha gjithë të kohë thot kam 26 parti në koalicion dhe ka futur lloj-lloj thërrimesh atje që s'bën asnjë kafshat. Domethënë, ky është qëllimi mendoj unë thjesht për të rivalizuar se në emision këtu dhe u tallëm shumë me ata jeni të çerat atë çfarë ishin ata. Që kishte fut këtë treni vet Saliu. Por nuk kam dëgjuar, kam 3 ditë që shoh, nuk kam dëgjuar njëri të shpotisë Ramën, që shkoi mori një ditëzi Maqedonas atje, ja vodhi nga koalicioni Saliut e mori e çoi në Korçë. Pse kaloi këtej ky Maqedonas? Po kaloi Ylberin e doli nga. E njëjta shkoi te Rama. E njëjta gjë është në këtë kuptim. Por dhe kjo që bëjmë ne është prap në këtë teorinë që prap Rama është më mirë dhe Saliu është megjithëse bëjnë kam përshtypjen bën llogarira. Rama ka luksin sepse për hera 4 është hera 4 është edhe po sfitoj, rekordin e ka vendosur me 3. Jo, po s'luan për sfida është opozitës. Sfida është opozitës. Luan për kokën, s'luan për rekordin. Ti qasë ka spakon dhe derë. Ai do bëj masakër ai. Ti qasë zgjedhje për herë të 4 me të njëjtin ekip që ka 4 herë që humbet, unë nuk e di domethënë se punën e kujt bëjnë. Rotacionet jo një herë. Po për tjetër s'po shkojmë më larg. Por për rotacion vetëm thjesht budallat mendosh që të ketë një sistem i ka thënë të falja demokracisë prej shumë kohë. Unë mendoj që Rama është shumë i rrezuar. Rama kërkon, shiko, Rama për tani ri aty për një gjë shumë thjeshtë. Se në qoftë se Saliu është njëri degraduar që shkojnë pas vetëm ca fanatik, ja ku kanë Arlindin ata që janë opozit, ja ku kanë partitë e reja. Pra, sot mundësia është, kur mundësia nuk ushtrohet, po këta sulmohen të dy nga sistemi, qof nga Berisha, qof nga Rama. Dy palët sulmojnë këta. Dhe sistemi zgjedhore kanë bërë për këta. Se s'kan luftë me njëri tjetrën, kanë me këta njëri që është i lirë, që nuk është i kërcënuar me vendin e punës, që nuk është i i joshur me bonusin e bebes, me hipotekën, po janë viktime propagandës njerëzit, me patronazhistët, me sondazhet që dalin për ditë, me televizionet që si burit qajnë kokën, pra ne nuk kemi një ambient të begat demokratik për të ushtruar. Megjithatë unë mendoj këtë, shiko, nëse do të kishte Rama një opozitë serioze përballë, sot do ishte
këputur në mes, domethënë. Pse? Sepse Po nuk ka opozita serioze në regjime antidemokratike. Shiko, në 91-shin urrëzuar Ramizalia më burr, pse s'urrëzoga Edi Kur e Rama? la vet Ramizi. Jo, më se la vet, nuk e la vet, nuk e mbante dot. Dhe kur Jemi në finish, në 91-shin se fitoi. Një fakt. Edhe një... Në vitin 2021, opozita PD plus LSI është vetëm 37.000 vota më pak se sa... Aq sa I duheshin. Rama. Po, prit një minut. Në 2000... Se ata që blenin Elbasan, aq I duhej më bën llogarit që ne e fitojmë, kaq na duhet, do blenin më shumë. Nëse kjo opozit do ruaj, sepse të mos harrojmë një gjë, që në goditjet më të mëdha, qeveria e Ramës I ka marrë 2021-2025. Spaku I vërtet, jo I pa vërtet, I ka hyrë në lojë si faktor, si kryesisht nga viti 2022. Jemi në... Dhe ka forcuar Ramën me lojën e vetë. Jemi në limit e preç. Është një opozit që duke ju qasur me të njëjtët ekip që ka humbë 4 herë zgjedhjet, dhe ti tani do ja vesh fajin regjimit, kjo nuk shkon. Nuk e ndihmon opozitën. Hajt ja vëm opozitës fajin, po... Nuk e ndihmon. Ai prap do I vjedhë, po ne ja vëm fajin kujt don. Të nderuar të secili të mbaj Të vetën. të vetën, sepse po që se të marrin vendime që do t'ikim në fund, nuk ikim dot. Jo, s'mbarojmë, normal. Ti të kesh, ti tenden, këtë ti vetën, secilit vetën. Nderuar të shikues, ky ishte emisioni ne sotme, diskutuam gjatë edhe për punë të listave dhe për kandidatë për deputet, po kjo është demokracia jona. Kështu e kemi ndërtuar atë për 30 ca vjetë, po ndoshta dhe meritojmë se ne e kemi ndërtuar. Preç, e kemi ndërtuar këtë lloj demokracie, të gjithë bashkë, Po s'bërë... si një trup I vetëm, I renovim nuk I fiton kush si zgjedhje. një trup I dakord, po si një trup I vetëm kemi vrapuar dhe 35 vjetë kemi ndërtuar këtë që kemi. Dhe s'duam ta ndryshojmë, fare. Faleminderit shumë që na keni ndjekur dhe shihemi në emisionet e ardhshme. Faleminderit Arlind, faleminderit Preç. Vërtet. Shihemi në javën e ardhshme. Natën e mirë.